Po qa do meti me 3 piruna do? Je me 2 në dorë. Hajde. Na. Po, kuj pasa pirun e matë ma. Jo, so jashtë, po imi nuk e di që ne zjatët do njerë. Zjatët vetë Kuj pasa se pirun e burgit. Shumë kalla e ba të dhëthik. Nuk na linin piruna në burg, vetëm piruna kauçuku, po prap funksiononin. E që s'po na lënë të marrin frymë. Shani, Urna. kam për t'i marrë, do i fu se di që është Gjanic, Nuk e di. do i qojnë Gjanic, Samin, sidomos atë tjetrin, Aleksin, do i qojtë e Gjanica, do i fus në lumë, gjojnë peshk, kurse Klevion, Të më hanën, na e thujna Brown. po, Në kësua të një ujna që një kanë për të maj, i thujna Brown. do i Ne gjojnë paru peshk. që deri lërë, Nic. ta dinë nga për. Klevion e kam besuar, e kam shok Klevion, se Klevio është i mirë, që ditën e parë nuk ka ndryshuar ftyrë me mua Klevio. Klevios do i jap një kamzhik e do i tham vetëm rrithi. Kur gjuhen peshk, do i tham Klevio biru, edhe do i marr peshkun që më gjuhen ata, do i qojt e marketu me Klevio mbrapa duke i rrafur me kamzhik, e do shesin peshkun tim market. Tregojnë këtë diçka. Klevin e ngunë si ka njerë. E provokoj e ngunë si ka njerë. Kam filluar dhe unë qike këto ditët e fundit. Pisa minja që ta leksa këta, nuk ja afron Klevin. Ata bes premat traftar. Klevin e ko bes prem. Ata Klevin, mund të konë doli keqë, mund të me pi madhe, mund të me shaua, ketë mund të me bo. Vish bes prem. Ata traftar do i fus në lumë Gjanic, do gjuhin kala do i gjuhin kala, edhe do i nxjerr market, kurse Klevio nga e që e besoj e kam shok, do jap kamzhik, do i fan vetëm bjeru me kamzhik. Po edhe unë kam filluar këto 2 ditë e fundit e gacmoj pak gangun, Klevion. Po më duron, është i tolerueshëm Klevio, është i mirë. E kam shok me vërtet. Në ko e keqë. Ja, kam shok Klevion. Dhe jap kamzhik Klevio se vetëm do i tham bjeru, pam! Po s'gjuhetën peshk, po s'gjetën peshk, vetëm bjeru do i tham me kamzhik. Spades, falimderit për kapelet. Njes, shumë falimderit. Po hum shumë lek me hotele, me uftime këshu sekondit fundit. S'po na lënë të marrin frymë, Shani. Qetë ditën e parë, Shani. Qetë ditën që dolan TikTok, më janë qepur nga mbrapa. E di ble? E di. Prej ditës sport që këhin TikTok. Që këharë që kjo zëja sa minjet ka njëhë për mas. Zëja sa minje, prej ditës sport ka njëhë për mas. Për famë për audiencë, për mësa posha ishë edhe pervers. Po ndihem shumë pozitiv, Shani. Jam me 2 orë gjumë. Kam qenë avion 12 orë, fjeta 2 orë, bara 2 orë stërvitje, jam duke agjeruar, e shikoje, se njeriu mirë duke qenë ftyrë, ata që bulizojnë, e di bulizuesat. Bulizuesat duken të keq në ftyrë, vlla. Shiko ftyrat e atyreve, duken të keq. Jam bulizuesat e kanë një lloj ftyrë të keqe. Dallojnë që në ftyrë bulizuesat. Kurse gango ndonjëherë duket si keq, po është shumë i mirë. Se vuan i shkreti, vuan me tromat e jetës, po është shumë çun, e kam shok gangon. Klevion do e lë me kamzhik, e do i tham vetëm bjeru. Bjeru me kamzhik kur gjuhen peshk për mua. Do i qojt e marketi, vlla, do shesin peshkun tim, do mbajnë me lek. Nuk po shitet peshku për tash. Çfarë? Nuk Po shitet nuk peshku. shitën peshk, do i tham Klevio, bjeru, me kamzhik. A dentist që ju ka bo Klevio vjetë, kër i konë të mburg. Që ju ka bo këty në Klevio bre. Sa ju ka, disa ju ka, Aleksave kitë, sa ju ka shumë me mëtra, me nëna, me gra, me baba, me kitë. Jo, unë nuk e kam shar, Aleksi nuk e shaj kur ashtu. Jetë ti si ke shohë Klevio, kitë i ka shohë të rënë.
Ai tjetri më shau baban Ramet Pasti ishte shumë e rëndë për mua, se unë nuk I bëra gjavë. Eve po ti kisha bërë, ai mund më mirë të në telefon, jam ai djalë që e kisha takuar, eve të më gjuante, e gjuaja mbrapsh, e sjarojeshim si burra. Po ai kapi internetin duke më shanga babaj Ramet, e kisha takuar ku donte. Nuk kam... Prandaj më mërzita shani. Nuk ja hef po shani, bëri për mua, bëri të mira për mua. Në fillim, I kam borx 10.000 euro, kur ti kem do ja nis 10.000 euro, e nuk duhet qasen me afër meje, vëlla. Larg me. Nuk jam ai u djalë që fras njerëz për darka I fus në kurfu. Ja t'ja ardit. Nuk e kalon këto mendja, po thjesht të ti pa kështojen. Një bo pa drejtësi këtë nuk bon rahat. Se nuk e kalon mendja këto, po me të vërtet një bo pa drejtësi. Audienca që po më ndiqni e po më gjykoni. Nuk jam djali smur, vetëm kam ikur në Shqipëri kur isha 3 vjeç, edhe jam larguar nga Shqipëria 6 vjeç, vetëm 3 vjet kam jetuar në Shqipëri. Shqipja është gjuhë e dytë e imja. Anglishtja është gjuhë e tretë. Mos më gjykoni nga mënyra që ju flas. Ju flas me zemër. Ju flas me pastërti. Mos më fërrisni smur nga mënyra që ju flas shqip. E di se puna aty. Këtë nuk kanë tjetër punë. Atë punë e kanë. Më mirë me çështjet huaja. Sigur t'i këqyrni këtë punë të vetë, sigurisht që I këshin pas punë të mirë. Një njeri që hanë bukën e vetë, e ban gajlën e huj. Ban gjumë në shpit vetë, e ban gajlën e huj. S'ka se në pitina. Sa ti ki shpinë time, inshallah. Se jam rrugës, jam mërgimit vetëm, po sa ti ki shpinë time. Mendoj që nga hoteli shani, kanë ardhur 10 veta deri tani, nuk e di kush po ekspozon lokacionin kështu. Shpiona. Po le shumë lek shani, me aviona, me hotela, kam humb shumë. I letë, qysh nuk I letë. Shtrajtën sa. Mirë shani, po dalë vlla se duhet bëhem gati shani. Selamu alaikum e rahmetullah. Aleikum e selam. Ka dëshmi. Mos më merr me pederastat. 6200 veta që po më ndiqni. Mrita këtu në orën 7 në Frankfurt. E duhet ndroj hotelin se më kanë nxjerr lokacionin erën 2 veta. Kanë ardhur 8 tjerë më fan punëtorët. Sa kanë marrë vomat e njëjti hotel. Edhe duhet ikim përzu nga ky hotel I fan është më mirë tikësh. I dinin dhe historit këta, I dinin historit e Dubajt, historit e Bangkokut. I kishin treguar sa shqiptar që punojnë këtuja, I kishin treguar managerave, tani duhet të lëviz. Po le shumë lek me hotele. S'ma në lënë të marrë Ju lutem, po ju them që tani, po ja them herë e pareve e fundit. E di shumë mirë kush po I bie telefonit, I ratve njëherë telefonit kur jam live, do I blokoj numrin. Këta nuk e kam me ty miri, po e kam me ata tjertë. Mos mi bini me telefonit kur jam live, ju lutem. Nuk po flas me ty mirë, janë sa tjerë. Se nuk jam njëri që rri me 2-3 telefona, vetëm me 1 telefon rri. Më kanë ekspozuar lokacionin, edhe erdhën 2 shqiptar, 2 çuna nga Kosova, më pyetën të bënin sa foto, kishin ardhur nga 1 orë larg. Këta çunat nga Kosova kishin ardhur nga 1 orë larg edhe donin të bënin foto, shumë çuna të mirë. Mbas tyre kishin ardhur 8 veta, sa kanë marrë voma këtu. Managerit I kishin thënë, më firi manageri I hotelit, edhe më tha qa po ndodh me historitë e Dubajt, Bangkok, Thailand tha, edhe tani këtu ja po ndjekin akoma. Dikush që është shqiptar që punon këtu I kishte treguar managerit.
Edhe mendoj që nga hoteli duhet ikin hotel tjetër. S'po në lënë të marrim frym. Është shumë e vështirë kur ufton sekondit fundit. Se harxhon shumë lek duke uftuar. Po le shumë lek, vetëm këto 3 ditë kam harxuar 5.000 euro vetëm me hotele dhe avione. Jam me 2 orë gjumë jam.